Njerëz të dashur, ne po shikojmë disa politikan këtu. Janë ligjvënë si tan. Ajka e ajkës. Tani, do ta trajtojmë si një reality show këtë. Okej. Zëre sikur janë brenda një reality show Big Brother, me që ti ke qenë atje, nuk po e themi firma. I njeh të gjithë? Jo, më të shne. I njeh të gjithë, i ke patur kolegu që është Aliani, Tom Doshi, Blendi Klosi, Sheja do mos Lapaj, Tom. e të tjerë. Çfarë do tani nga Dy këta? janë në burg, ca kanë qenë në burg, po nejse. Ca kanë dalë, hajde të bëhet këtu. Nëse do ishte reality show, kjo kush do ishin 4 finalistët? 4 finalistët në një reality show. Elisa pa diskutim. Do ishte finaliste. Për mua nga ata që janë të PS-s, Elisa dhe Erioni do konkuronin fort me njëri tjetrin nëse do dilte vetëm një, si më thënë. Po mund të ishin dhe të dy. Sa finalistë kemi 4? 4 finalistë. 4. Kurse nga pjesa e këtyre që janë si opozit, Sajmir Koreshi pa diskutim. Sajmir është ky i Lushis. Po. Po. Po, është gëtuar. Është popullor, po. Ai është fiks, unë do ta çoja. Sajmir është Po, i dela i bën vërtet. seks me Shalqin, bën kështu gjëra. Nuk e kam parë duke bërë seks me Shalqin, po e kam parë duke folur shumë mirë. E kemi imagjinuar. Paktën ai flet me zemër. Flet me zemër në fakt, e vërtetë është. Do thoja Sajmirin edhe Agronin. Shejajn. Po. Nga që e ke patriot. Ja. Ore, s'ka mund si vdesin gjitha gratë për këtë? Të gjitha gratë, ja edhe ajo, të gjitha gratë ja kanë në votën ati. Po më Është i bukur. Nuk e di. Edhe gruaja ime përfshi atje ka thënë. Po ty si të zhdukur, ka bindur? Unë me Agronin kemi patur një eksperiencë shumë të mirë që në 2021, sepse Ku ishte me PD-n? kandidonin në 2021 të dy bashkë të njësija 5. Edhe një pjesë të fushatës e ndanin bashkë, domosdoshmërisht. Ja dhe votën këti? Unë zvotova fare, u tërgoj qytetari i papërgjithshëm. S'dola. Beso dole ti? Shumë gabim. I dashur? Jo. Nuk votove. Bojkotuam ne. Bojkotimi nuk vlen nëse nuk është masiv. Të merresh, ja, prandaj fiton i gjatë. Ndryshe është thjesht hapësirë për abuzim. Yes. Kush do eliminoj i pari nga këta si konkurrent? I pari do eliminoj Enkelidi. Ali Beaj, kush? Po. Enkelidi është shumë serioz. Na po, sa të vogël e ka. Edhe në një reality show do ishte nga ata që thonë ç'a duan këtu, kupton. Po, si i liri. Edhe do dilte. Po, si Olsa Bazi, kush ishte kështu? Kush do dilte me zarf të zi? Flamonoka. Që do linte no. Do dilte me zarf të zi, do bënte këngë herën tjetër. Do ta shfrytëzonte për ndonjë gjë kështu, se është nga këta tipa kështu duket që kështu. Do bënte në hip hop. Blendi Klosi diçka do i thoshte dhe ai do dilte me zarf. Po, Blendi duket sikur do ta ngacmonte. E se zbën. Sa i poshtër. Kush do krijonte një lidhje këtu? E ke bërë nga këta që ecin në çift, që bëjnë kështu? Ervini. Saliani? Po. Fakt po, ai ka patur dhe gritën, është keq. Po kjo nuk e pun kur më. E bën Se ka dashnor. pasur një grua. E ka bën dashnor. Si janë më apo jo? Nuk e di. Ta thash nuk e më. krevatin e dynjas. Nuk jo se është me mua grita tani. A nuk e di? Do të shkuaj sa të dalë, dhe themurime. Ke mua bete? Po normal. A mund t'i thuash të vite Ne emisionin? kemi punuar shumë vite bashkë. A mund t'i thuash të vite Ngridën. emisionin? Ti them unë ngridesh në vite emisioni jonë? Po. Po si thua vetë? Kam turp. Do t'i them. Do t'i them ato 2 like që më bëret kanë marrë më. Grida nuk është nga ato që nuk vjen. Jo, ja duket shumë sportive. Duket shumë përveç seksi. Besi po mendon për gritën. E pash një moment që kishte humbur. Ko krajullit është me thënë drejtën. Zemër. Po shpirt. Këdo favorizonte produksioni, e di që nuk ekziston kjo gjë, po sikur Legioni. Ose Adriatikun. Gazi është i mirë i nënës, po. Lapajn? Lapaj duket sikur do donte ta favorizoni, po. Do shta Lapajn, po, Lapajn. Do donte shumë. Jo, Lapajn do ta përdornin kështu për të hedhur benzin her pas here me në vend ku i duhet. Sa ka qef Melita. Nuk hyn te këto reality ta isë, është shumë çegevarist. Po, ai shkret. Po, pranon që dua vetëm unë. Po, do ta bëj në kurrë aty. Jo, kur pash atje që i kthej uruan për ditëlinjën e shtëpia, thash imagjino se ka shtëpi, imagjino shtëpi. Toma do shkonte në finale. Toma e fiton mo. Cilët do hyni si një konkurrent i vetëm? Zeqineja me Belinda. Me Këlliçin? Po. Zeqineja. Do ishte shumë bukur. Zeqineja pse ka dalë si unë me flok? Dhe është posteri i je fushatës. pushuar. Sa e verdhë, vetëm unë mendoj që isha njeriu më i verdhë në planet. Si me hantavirus. Nuk e di se çfarë ka te uji Roskovecit. E shkoj që është më interesante kur flet për politikën se Big Brotherin.
Me Dalinën e kam. Kush do lindë garë në gjysmë? Blendi. Krosi. Po. Edhe Tomo realizoti. Këtë se një unë. Që... Pa, shkët e seti. Po Tomori duke shumë burri fis. Është i fisë, po është nga ta që... Është shumë klasi bytha. Jo, është nga ta që është i lexuar, është i shkolluar, ka një mendësi disi perëndimore dhe patjetër që në tilla formate nuk para ka hapësirë për shumë mendim. Dhe duke i parë si foto, nëse mund të them kush më duket si një politikan për e vërtetë, vetëm ai më duket. Është i njohsh me syse, me kollare, me xhaketë, okay. Është tipik. Do doja që ky të ishte Pra unë që kryeministri. do duket si politikan. Me vërtet? Si pamje? Shko, më janë mërzitur këta kryeministra që unë jam ndryshe nga tjerët, jam artist edhe dalin bën kështu si si ande nga kështu. Nuk na duhen këta njerëz më që bën kështu, e pesi flirtova me atë. Po nuk e dua, më unë dua një si ky me kështu Ja, faj që po gjë. Shikoj që ka qenë i rrezikshëm dikur. Po dikur që ka qenë të rrezikshëm Po me tani momentin e tani bën kot. I rrezikshëm se i rrite grata. Tani bën kot. Po. Po shiko, ai ka qef dominimi seksual e vendos gjithmonë ai për këtë vënë re. Prandaj me gratë është më i suksesshëm se me burrat. Dhe kështu ka qef ai bën muhabetet uncomfortable. Do të thonë të parahatshme me qëllim. I bën temat seksuale, kështu thon njerëzit, ka qef ai ti bëj këto që ti dominoj me kështu lloj muhabeti. Do të thënë çon muhabetin tek vet. Më kupton? Është po si ka mundsi nuk e vën e Diramën këtu? Ti je çmendur Melisa. Sa duket që i votuese në Elbasan. Nuk donte të kompromentonte produksionin. Në fakt po, sa ai do ishte direkt. Se pastaj ai është vëllai i madh. Do ishte si puna mozës, Po, kupton? është agaj. Kush do bëjë meme nga këta? Të gjithë. Tani se që ne janë, do linte pak me radhë Është bërë besoj, tashmë. por të gjithë. Të gjithë do bësh. Të gjithë, po, shikon, në formate reality, sa e miri do bëjë meme. Sa mirë është bërë, ka kacat lezetshme. Mi pra, po i ka të bukra. I kanë shumë. Janë gjëra që ty Aha. të mbesin. Të ngelen në memori. Mua edhe këto me braçe më Krahasimisht me pëlqejnë. ata të tjerë që ti s'e di asgjë çfarë thon. Jo, janë zero komplet. Mua edhe këto me braçe më pëlqejnë, këto memet. Po mi, Braça është një farë deputeti. I Ka lezetshëm. 20 mandate, Ke valla. respekt për braçen? Si patjetër që kam. Kush do ishte antagonisti ai, domethënë që do ta, siç ishte Klod Dedi atë Gazi, I hidhur. edhe Ervini. I hidhur është Gazi shumë. Po. Adriatiku do tentonte, por prap Gazi dhe Ervini do ja merrnin peshën. Ja, është shumë pop edhe Adriatiku, nuk Gazi është i poshtër, Gazi duket sikur i bën të 99. Është i poshtër, është i zgjuar. Kush do ishte më agresivi në lojë, që do bërtiste në prime, keq fare, do t'i dilnin ato damar. Gazi, Muli. Edhe Muli në fakt është. Ore, po ç'është kjo Nofka Muli? Apo Flamura. Flamur, Muli u thonë, ë? Mulnoka, po. Muli, po. Ose flamuli. Okej, sa po i dhe, nëse. Kush do ishte më emocionali nga këta që her pas here do qante, do qante. do shkonte te dhoma, do ikësh herë e fundit. Lalieri. Në fakt duket ai. Do ishte gjithkohon të E pesja pusi produksioni. dorën, i pe ato gjërat. Me Lalierin. Shika, do kisha shumë për të thënë për atë gjë, më thënë drejtën. Ne folemi çik me Besnikun çfarë. Edhe jam e sigurt që s'është momenti fare për ta bërë, po mua Mo shpreh. jo, nuk shpreh se dua të shpreh, ta them nga fillimi deri në fund dhe s'do doja kurrë që të keq kuptoj, sidomos ky moment se kur flasim për Robert Drenikën dhe Jo, gjithë shko të premtoj që nuk do ta marrim si klip dhe do ta hedhim. Unë mendoj Jo. që realisht, domethënë duhet patur çik më shumë kujdes dhe respekt qoftë edhe për lirinë që ata njerëz mund të kenë në çdo moment të jetës vetë të bëjnë çfarë të duan. Po ka gjithë jetën që ta ka bosh shpirtin plot. Po lenen pleqnisë i shkreti mund t'ja di për ndërpër qa buk, kupton? Ata Dhe thamë. deri më sot shqiptarët ku ishin? Si dhan buk. Po aty më, po ku i ke qitë artistat e mdhenjë të asaj epokë? E ke në Brazilë, më burë. Pa e tinkën. Po Se vajtë Luana i zolli Lule. E shi më duket shumë shumë mirë e aty me- tepër, të kupton? Le të merren me të gjithë artistat Ore. që përfitojnë para, që nuk kanë asnjëherë një opinion për asgjë që ndodh në këtë vend. Kishe aty edhe Që ashtu. kur nuk janë, po nuk e kam ata që shkojnë aty më. E kam në përgjithësi dhe me ata që shkojnë aty. Nuk e kam fare me ata që zgjedhin të dalin në krah të dikujt apo dikujt tjetër si për interes apo për diçka. Nuk ma prishin ata mua humorin, as interesin, as qefin, as ditën, as Shqipërinë dhe as gjë. Po fakti që këtu ne kemi ndërtuar një botë ku askush nuk shprehet për asgjë dhe kjo është normale, dhe pastaj shajmë të gjithë ata që shprehen në favor,
Se patjetër që ti do i shash. Ta denigrosh Robert Drenikën. Mo e shanin Që dridhet është, do me thënë atë pleshnin e vetë që s'ka shansin ta jetoj me dinjitet, mua më duket shumë e tepërt. Dhe akoma më keq nga gjitha politikan plera që sa e bukur është me nerva. shfrytëzojnë vetëm këto hapësira për të mbjell vetëm këtë lloj retorike. Pra të gjithë bëjmë politikë vetëm me këto momente. Humor politikanët me Robertin. Me zipresin, Humorën se s'e kam parë. Ata jetojnë për këto dritare. Prandaj dhe politika është kaq ordinere sa është. Bëre mirë që i ke zemër, nuk jeti për... Kush do ishte fituesi atëherë i reality show? Fituesi Nga këta? do ishte Në çfarëdo mënyrë, pisët, sido që tjetë. Koreshi. Mendoj që do ta merr te Koreshi? Po, sepse ka dhe humor, është edhe lojtar, Është lojtar. është edhe ai që zihet dhe bën debate, pra ai do t'i plotësonte të gjithë ato elementet që kërkon një reality, por duke qenë gjithmonë simpatik për publikun. Mendoj që ky do ta fitonte. Atëherë Sajmir Koreshi fiton reality show-un sipas orit, kurse zemrën time ka fituar Ori, ndryshe nga lojën që fitoi Sajmiri, po le të pirret Sajmiri. Kështu që më vjen shumë keq se të le të shkosh. Faleminderit shumë që të kisha këtu. Unë e mbarova vlla. Do të hedh pak? Po të lutem. Nga imja? Të lutem. Zes kur u puthën prap. Jo, tani u bë motër e vlla. Po. Mbyllja me e keqe që mund të Pim gjak nga njëri tjetri. tani të shohim vlla. Nëse ti mund të më hapësh gishtin Gëzuar një herë. zonjës së parë të zotërisë së nderuar. Asemër s'ma di mua. Denis po. Denis, unë e kam regjistruar tashmë. Kjo ishte me ndërhysh me Orin e Bia, ju kënaqja shumë, u kënaqja nga gjithë anët. Oho. Po u kënaqa. Shumë mirë që u kënaqe ti. A u kënaqet? Ti nuk u kënaqe? Jo, unë pra. Tani. Faleminderit që më kënaqet në fakt. Besnik edhe prezenca jote ishte... Lere, s'ka problem, vazhdo me... Ore, ti sa të bukur i ke syt akoma më shumë nga afër. I kam të thellë. I ke shumë të thellë, si dashuria ime për ty. Të thellë. Edhe tani po e shikojmë edhe veten aty, shiko. Sa të bukur. Sa mirë dukem. Ore, unë jam bërë që ti je më afër teje. A u Po kënaqesh? unë jam bërë që ti ma për ti se s'më rezulton. Shiko, mund ta ndryshojmë atë. Ka patur raste më të pamundura. Ori, zemër. Ka pasur shumë lek. Ke lek? Po bëj. Se leku thotë edhe atë. E hedh në fakt. E hedh në fakt. Edhe ti e ke thënë një herë që kështu, çka kishe bërë edhe atë postimin, duhet të ketë leka, se çka ishte një gjë kështu. Po vlla. Mos i bjerë gjë, Më jo më ke pëlqejnë drejt. burrat që shpenzojnë për mua. Kohë, lek, gjithçka. Faleminderit shumë Hajde që tash, ishit gëzuar. ma e birrën? Kaq pra çka kishte ty amore. Po be, unë nuk u ofrova që do e jepja një. Faleminderit. Mot? Jo, se i bën me sodë. Baby powder.